Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë inshallah me dersin e radhës. Pak a shumë jeni njoftu me tre temat kryesore që duhet me ditë. Një është çka të bëjmë me Zotin, edhe aty e jeni njoftu domethënë çysh duhet me besu Zotin. Pastaj kena dalë që çka ka të bëjë me fen. Pra, që Zoti na ka lënë neve një udhëzim. E që ai udhëzim është feja me gjithë dispozitat e saj. Edhe jena mundu pak a shumë i përmbledh ato dobit e të qenit i fetarizum, pra duke njoh fen, çfarë dobi kin jetë dhe çfarë fryte. Pastaj kena dalë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sa është e domosdoshme me njoh. Domethënë njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ty ta jep pjesën praktike nëse marrim që feja është pjesa teorike. Pra Kurani, hadithet, teori, pastaj pjesa praktike e zbatuese, ato që zbatohet, çu zbatohet është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot inshallah do na më fol për pengesat në rrugën e besimit. Pra, nuk është me kënë besimtar rrugë me lule. Dhe me thënë që është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salavatullahi alaihi wasallam, pra nuk janë kënë njerëz që e kanë pas të shtrume rrugën me lule në kuptimin e rahatisë dhe qetësisë, nuk po kanë pas pengesa gjithmonë. Nëse ata kanë pas pengesa, normalisht që pas edhe pasuesit e tyre kanë pas pengesa dhe këto janë shumë normale. Prandaj një besimtar i vetëdijshëm duhet me ditë që mos i të futet në fe, nuk është që gjithçka e ka të lehtë, po e ka rehatin shpirtërore dhe qetësinë e brendshme, e cila nuk mundet me u shkëmby me kurrë tjetër. Mirë po, fakti që e ka këtë rehatit brendshme nuk do të thonë që s'ka pengesa, që s'ka sulme, që s'ka probleme të ndryshme. E për këtyne, ma kryesore janë tre. Është shirku, i cili është herë i hapur, herë i fshehur, do të thonë që ja sulmon gjithmonë besimin, e ky vjen në forma të ndryshme. Ndonjëherë vjen prej shejtanit në formë të cytjeve, të vesveseve që njeriu rrin edhe i mendon. Ndonjëherë vjen si pasojë e ignorancës, pra mungesës së gatishmërisë së njeriu që me kap një libër, me lexu, që me marr një ders, me ngu kështu me radhë. Ndonjëherë vjen prej shejtanëve që janë në formën e njerëzve, të cilët domethënë e ndikojnë njeriu që me shku në shirk. E dyta janë epshet, secilën prej këtyre inshallah i marrim me i shpjegu, edhe e tretë është ndikimi i shoqërisë. Pra rrethit, mjedisit, me kon rrinë kështu, të ndikojnë shumë herë. Shirku është dy lloje, që dim edhe kena më herët, është shirku që është i madh edhe shirku i vogël. Gjithashtu shirku është i hapur edhe i fshehur. Pra shirku i hapur është shirku i cili njeriu apo besimtari në janis me e dyshu pozitën e dikujt në raport me Zotin. Apo ka bindje që dikush apo diçka tjetër mundet mu barazu me Zotin, jo në secilën gjë. Secilën gjë domethënë është e qartë, mirë po në qoftë në njërin prej kompetencave që janë vetëm Zoti. Për shembull bereqetin e lëshon vetëm Zoti. Tash vjen dikush edhe mendon që ka mundësi me lëshu bereqetin një njeri të cilin na e shohim mundet me pa sikurse të shenjtë. Nuk ka mundësi, sepse kjo është kompetencë ekskluzive vetëm e Allahut më dhon. Apo në kompetencën e Allahut për shembull është me lëshu shiun. Meqense është ura shit, po vjen mend si shembull, ose borën. Tash dikush shkon edhe mendon, ose në kompetencën e Allahut është që me caktu kush ka me lind fëmijë, kush s'ka me lind fëmijë. Nëse ja jep një kompetencë të tillë dikujt tjetër përveç prej krijesa, gjësendeve, kështu me radhë, e që nuk e jep Allahut më dhun, pra nuk e konsideron Allahun ekskluziv për këtë kompetencë, atëherë ke kalu në shirk, Allahu na ruaj, e kjo e prish besimin. Pastaj pra nuk ka rëndësi më njohja e fesë në mënyrë teorike nëse në bindje, domethënë ka këto probleme. Thot Allahu i madhun Kur'an, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Allahu i madhun nuk e fal që mi bë shok atij. Domethënë që ky është krimi më i madh që Allahu nuk e fal. Kush bën diçka më pak se çikaç, pra që nuk e arrin gradën e shirkut, Allahu domethënë e afal nëse don, ndërkohë që kush bën shirk, ai ka deviju me një devijim të largët. Pra, kuptimi i këtij ajeti dhe argumenti që po duam të përdorë është këtu që ky është problemi më i madh apo musibeti më i madh që mundet të ndodhë në besimtari. Për këtë arsye duhet edhe përgatitja më e madhe, investimi më i madh mu bë që më urujt prej këtij gjunahi. Qoftë i hapur edhe qoftë i fshehur tham. Vet pejgambert i janë lutë Allahut mëdhum për mi mbrojt prej shirkut. Ibrahim alayhis salam është simboli i monoteizmit, i besimit në të vetmin Zot, pra i besimit vetëm në Allahun e Madhëm. Ai është simboli, kur përmendet pra besimin në një Zot të vetëm, edhe sot
mendja shkon te Ibrahimi alayhis salam. Jo që profet tjerë kanë adhuruar më shumë zote, por është simboli. Ai është lut Allahut më dhumë që më mbrojt prej shirkut. Pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është lut Allahut më dhumë që më mbrojt prej shirkut. Prandaj asnjëri prej neve nuk duhet muni i sigurt që nuk mundet me u prek prej shirkut, inshallah në vijim kena më përmend disa prej shembujve. Mirpo, fillimisht do na më tregu që shirku i hapur pra është kjo, kur ti i adreson një kompetencë dikujt tjetër. E dyta është kur ti e adhuron dikon tjetër në mënyrë që ai me të afrohet te Allahu. Pra, nëse sot dikush shkon te një varr, edhe i drejtohet atij varri thotë qyre, unë e di që ti nuk je Zoti. Mirpo nëse po ti kushtoj këto adhurime, qurbanin, agjerimin, lutjet e kështu me radhë, që ti me qenë se e ka njëri mirë më afro mu te Zoti. Edhe kjo është shirk. Pse? Për shkak që i vdekur nuk ka mundësi me ndihmu një të gjallë, është në hallet e veta. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi me ndihmu. E lemo dikush që është më pak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe treta, që disa pedove përmendim, është pretendimi për veti për ndonjë prej cilësive të Zotit. Qysh e ka bëu faraoni? I ka thënë njerëzve, unë jam Zoti më i madh. Kur ka shku Musa alayhis salam i ka thënë, çka e të fol? Ktheu në besimin e Zotit, i ka thënë ministrit vet Hamanit, ndreqmi do shkollë, unë të shkoj te shokat e Zotit e Musait alayhis salam. Ndreqmi mu një ndërtesë të madhe që unë më mbri te Zoti i Musait. S'ka thënë alayhis salam, mirë po na themi alayhis salam. Urdhri i Allahut është e kundërta kësaj. Pra wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun e mos i bëni shirk. Këtu hyn pastaj në shirk janë edhe gjërat e fshehta të cilat njeriu ndonjëherë nuk i shkon mendje që është shirk. Për ty është magjia. Me bo magji është shirk. Me shku te magjistari ka pastaj mospajtime tek dietarët, a është shirk i madh apo i vogël. Mi besu magjistarit është shirk. Me besu që dikush mundet me ditë të ardhmen është shirk. Me majt hajmalit ka diskutim të dietarët a është shirku i madh apo i vogël. Me mendu që dikush ka fuqi mbi natyrore. Mbi natyrore në kuptimin e asaj, për shembull që unë zguzoj me fol për dikon si tash ai ka mundësi me mni duke qenë me kilometra larg meje. Me besu me pas ç't bindje për dikon që e ka çkat aftësi është shirk, domethënë nuk lejohet kjo. Edhe format e tilla pra kur i adresohen kompetencat që nuk i ka dikush tjetër, gjitha këto janë pra shirk. Këto janë gjërat apo pjesë të cilat i aprishin besimin besimtarin, i aprishin veprat njeriu. Një njeri i tillë, edhe nëse fal namaz, edhe nëse agjeron Ramazan, edhe nëse shkon haxh, edhe nëse ndihmon secilin qenie të gjallë, edhe nëse bën dobi të ndryshme në komunitet, nëse bën shirk, gjitha i ka barabart me zero në botën tjetër. Për këtë botë Allahu ja shpagon, mirë për botën tjetër asgjë nuk i vlen. Prandaj domethënë ai i cili e ka këtë mangësi, ai i cili ka këtë met, ai nuk ka mundësi pastaj edhe me u konsideru i mirë tek Allahu më. Na mund me konsideru këtu të mirë, na mund me thur lëvdata, na mund me pas mendim pozitiv për shkak kontributit që po e bën, mirë po kjo në ditën e gjykimit nuk i bën kurfar dobije. Gjithashtu, në njeriu të mirë, nëse është i mirë vërtet, çkado që unë e them tash për të, nuk i bën kurfar dëmi tek Allahu më. Për këtë arsye, lavdatat e njerëzve, për njerëzit të cilët bëjnë shirk, apo nevoja atyre që mu lavdu për të tjerëve, është e pakuptimit. Nuk ka mundësi ti lëvdoje sa dush nëse te Allahu ai llogaritet si mushrik, si dikush që ka bërë shirk, ai është pra në xhenem për gjithmonë, Allahu na ruaj, përveç nëse pendohet. Dera e pendimit është e hapur edhe për atë i cili bën shirk, pra dikush që ka bërë shirk, që ka bërë këtë gjuna kaq të madh, këtë krim kaq të madh, e ka derën e pendimit të hapur derisa nuk i vjen vdekja. Në moment që vjen vdekja, atë dera e pendimit mbyllet. Njëra prej formave që janë më të fshehura të shirkut, edhe që nuk janë shumë të dallueshme, është kur ti i shpreh dashuri dikujt apo diçka më shumë se sa Allahut më madh. Kjo është prej formave të fshehura, e për këtë arsye duhet me rujt zemrën që mos më dashuru në kur gjë tjetër më shumë se sa që e dojmë Allahun më madh. Allahu thot në Kur'an: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Megjithatë thot disa njerëz zgjedhin për të adhuruar në vend të Allahut zotat e tjerë duke i konsideruar si të barabartë me atë dhe duke i dashur siç duhet Allahu. Por ata që besojnë e duan shumë më tepër Allahun se sa që i duan idhujt e tyre. Pra, ka për njerëzve që i kanë disa idhuj. Tash neve na kur themi idhuj na shkon mendja në statuj. Por nuk është vetëm statuja idhuj. Idhuj mundet më kon për një njeri, për një djalë të ri, një çik që e don shumë. Nëse që ajo dashuria e tij për çat çik është më e madhe sa dashuria që e ka për Allahun e Madhërum, ky bën shirk. Ky domethënë ka lënë në idhujtari.
Se Allah i madhëm thot në Kur'an, ka për njerëzve që i kanë idhuj që i dojnë ma shumë se sa që e dojnë Allahun. E besimtarët e vërtet e dojnë Allahun hala ma shumë se sa ata që i dojnë idhujt e tyre. Prandaj një njeri i cili e derën dashurinë e tij komplet për Allahun e madhëm. Edhe na e kena thënë që kjo arrije duke njohur Allahun e madhëm, duke mësuar për Allahun e madhëm, emrat e tij kështu me radhë, për ato gjëra që i kena përmend, nuk ka mundësi që në zemrën e tij pastaj me pas përparësi dikush tjetër përveç Allahut të madhëm. Për këtë arsye pra duhet me pas kujdes edhe në këtë pjesë. Pra si pjesë për me përmbyll këtë segment, më me thënë fjallën e Lukmanit që Allah e regjistron në Kur'an, kur i ka thënë djalit vetë si këshill, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Kujto kur Lukmani i thot birit vet duke këshilluar, o djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim, padyshim idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Pra, nuk ka ndonjë formë padrejtësisë më e madhe se sa idhujtaria. Nuk mundesh me bëu diçka ndaj gabim më të madh në jetë, ndaj krim më të madh në jetë, ndaj sjellje më të keqe se sa më i bësh shirk Allahut më dhon. Për këtë arsye, besimtari i cili i kupton drejt temat e tauhidit, temën e besimit, më shumë i ndinjohet kur e din që dikush i afër me ti, apo dikush që e njeh, apo dikush cilin e don edhe ka respekt për të, është i prekur për shirkut se sa kur e bën çfarë do krimi tjetër me cilin burgosit. Pra sot me bësh shirk në vendin tonë këtu nuk të burgos kurkush. Nuk cenohesh për lirisë. Ndërkohë që me bën ndonjë krim tjetër, të marrin burg. Ama çai krimi tjetër, që në sytë e njerëzve është më i madh që meriton burg, është më i vogël te Allahu edhe në realitet se sa me bësh shirk Allahut më dhun. Për këtë arsye duhet me pas kujdes që me urrit për shirkut, e kjo bëhet duke u thedhu njohja për tauhidin, duke mësuar tauhidin. Pra nëse mësojmë të mirën, di me urrit për të keqes. Nëse nuk e dim cila është e mira, atëherë e keqja mundet të mushit sikurse e mirë Allahu na rujt. Shirku i fshat apo shirku i vogël është syefatësia. Edhe janë këtu futen pastaj edhe shumë idhuj të padukshëm. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithin që shënon Abu Said al-Khudriu, e cilin e regjistron Ibn Majah dhe Sheikh Albani thotë që është i saktë, i ka thënë shokëve të vet, thotë a doni më t'ju tregu çfarë kam frikë më shumë për ju se sa Dejjalli. Se janë me ne, edhe kanë nisë me fol për shenjat e Kiametit, dhe kanë fol për Dejjallin. Atëherë pejgamberi sa më ka thënë, a doni më kallëzu për diçka që është më e rrezikshme se sa Dejjalli. Atëherë shokët e tij domethënë kanë pyet, çka është? Ka thënë shirku i fshat. Atëherë kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e çka është shirku i fshat? Thotë shirku i fshat është kur njeriu gjatë adhurimit dëshiron me u vlerësu për njerëz. Për shembull, sa njerëz janë adhurues. Ama ka qef që kur është u fal me pa edhe dikush tjetër. Ka qef kur është u agjëru me i kallëzu këtë botë që ka dalë se unë jam duke agjëru. Ka qef që nëse është u e bën një vepër të mirë me pa të tjerë. Nëse nuk e shohin nuk i duket sikurse që e ka bën mirë. E kjo është prej shirkut të fshat, prej idhujtarisë së fshat, është syefatësia sepse sinqeriteti jot apo niyeti jot është i mangët, sikurse ti shkon i plot, atëherë nuk kishe pas qef, as nuk të kishte interesuar apo të çaj apo të çaj dikush tjetër. A le të kuptojmë drejt, unë s'po them që nëse je duke fal namazin para njerëzve ke bësh shirk. Jo. Mirë, po nëse ty domethën brenda, kjo në zemër kthehet. Ty brenda, ndryshe e fal namazin kur je para tjerëve. Ndryshe e fal kur je në dhomë në shtëpi, domethën kjo është një shenjë që ti duhesh me punu me zemrën tënde, meqense ti je duke u fal që me ja bëj çefin dikujt tjetër, ajo me marrë kënaqësinë e Allahut më dhënë. Allahu thotë, domethënë tekstualisht në hadith kutsi që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo prej njerëzve, cilët e shoqërojnë dikon tjetër apo diçka tjetër në veprën e tyre, unë jam më i pavarur apo më i pa nevojë, s'kam nevojë unë për veprën e atij që më shoqëron me dikon tjetër, jam i pavarur edhe prej atij që e bën veprën, edhe prej kësaj veprës, po edhe prej atij ortaku i cili është mundu domethënë me bë bashkë në këtë nijet. Prandaj është njëra prej gjërave, prej formave që shejtani aprish veprat besimtarit. Asulmon besimtarin në niyetin e tij, edhe kështu, edhe pse e bën adhurimin, ti mendon që je rahat, ndërkohë që domethënë zemra jote është kapur prej shirkut, Allahu na ruaj. Një pjesë tjetër është për shembull shumë për njerëzve, jo shumë për njerëzve, po ka për njerëzve, cilët e kanë zanën e bukur për shembull. Edhe lexon Kur'an bukur. Po ai lexon Kur'an vetëm që me një tjerë. Domethënë atë zanën e tij të bukur e përdor vetëm që me një tjerë. Në moment që se një tjerë nuk e sheh duke lexuar Kur'an. Kjo është njëra prej shenjave që domethënë duhet me e kçyr edhe një herë niyetin e tij.
apo nuk don me shku me një ders, apo nuk don me ngu një ligjërat, vetë nëse e din që e din dikush tjetër. Nuk po them që s'bën me di dikush tjetër, se për shembull fakti që jeni këtu, ju e dini që jeni e din njëri tjetri për njëri tjetrin që jeni këtu. Mirë po, nëse motivi jot është që me di dikush që jeton ders, atëherë më mirë është mos marr ders, veçanse me këtë vepër je duke prish zemrën tonë dhe je duke shku ka shirku, Allahu na ruaj. Për më mbrojt të shirkut, duhet me lut Allahun e Madhnum, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rujt prej shirku, është ka kërkuar mbrojtjen e Allahut prej shirkut, e në veçantë prej shirkut të vogël kur ka thënë Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Thot o Allahu, të kërkoj strehtë tek ti nga shirku i ditur, edhe kërkoj faljen tënde për shirkun të cilin nuk e di. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për një shirk, për një idhujtari, që ka thonë ka mundësi që unë të e bua nuk e di. E është krijesa më e mirë. E na, domethënë, duhet me pas kujdes shumë edhe mos mundi të sigurt në këtë temë. Për këtë arsye, duhet me pas shumë kujdes në formën se çush e organizojmë jetën tonë përgjithësi edhe pse i bëjmë veprimet që i bëjmë. Një formë tjetër që është e fshehur e shirkut, që është shirku i vogël, është edhe betimi në emër të dikujt tjetër apo në emër të Allahut të Madhëm. I nin shumë njerëz duke thënë pasha nderin, pasha besën ose për besë. Për besë është betim. Pra betohem në besën time. Për besë me thënë, shumë njerëz në për besimtarëve, thot për besë. Do thënë kjo është shirku i vogël, sepse ti e beton diçka tjetër përveç në Allahun e Madhëm. Ose pasha kokën e babës, pasha kokën e nonës, pasha kokën e fëmijës, pasha fëmijë, pasha babën. Këtë këto janë domethënë shirku i vogël, të cilat janë shumë të rrezikshme. Meqense shirku i vogël edhe pse nuk nxjerr prej fesë, është prej gjunaheve më të mëdha. Veç emrin që ka shirk, duhet me të eritu edhe me të neverit prej kësaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç transmetohet thotë, ju friksoja më së shumti juve prej shirkut të vogël. E pyetën shokët e tij, thanë ai dërguar Allahut, çka është shirku i vogël? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ria, me tha syefatsi, me bë diçka për dikon tjetër. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Allahu do të thotë ditën e gjykimit kur njerëzit kam u shpërbly për veprat e tyre. Shkoni te ata për cilat i keni bë këto adhurimet apo veprat në dynja, edhe këtyre ja keni më pas shpërblim tek ata. Pra Allahu i Madhënum i thot njerëzve, ai ki bo namazin që edhe me të pa dikush tjetër, po shko merre këtyre mos po të jap shpërblimin ai. Nga se shpërblimi nuk e ke tek Allahu i Madhënum, Allahu na ruaj. Çush duhet më ruaj për shirkut të fshehtë dhe shirkut të hapur? E para është duke e investuar shumë në sinqeritet. Gjithmonë duhet me kthyer një vepër, një adhurim, pse më të e bëj. Nëse mungon kjo, Allahu na ruaj, domethënë ka mundësi me të shku vepra huç, i e lodh kot, që nda kot kohën për me bëni vepër apo një adhurim caktuar, edhe më e keqja, je duke menduar që po bën mirë, je duke menduar që ti mush më alshu fora Allahut, që ti mush më ja hedh pra Allahut, më thon, Allahu nuk mashtrohet. E dyta, duhet me kujtu shpërblimin e sinqeritetit, edhe dënimin e syefatësisë. Është i njohur hadithi me ata 3 njerëz me të cilët kallet zjarri i xhenemit. Ata janë 3 grupet e njerëzve. Pra një luftëtar që ka luftuar pra në shtytën e njerëzve në rrugën e Allahut, e ka vdek, edhe pastaj njerëzit e kanë qenë shahid, kur u shku për Allahut i ka thënë pse ke luftu, thotë për me të kënaqur ty, i thotë ja ke rrejt, edhe çon në zjarr xhenemit. Ose një prej dietarëve, i cili thotë unë e kam mësuar për hirimin tonë, e Allah i thotë jo ke rrejt, ke mësuar që me të thonë ti je dietar, i dishëm me kështu me radhë, edhe shkon në zjarr xhenemit, Allahu na ruaj. Edhe i treti është ai i cili jep pasuri shumë, edhe ditën e gjykimit kur e pyet Allahu thotë unë e kam bërë për hirimin tonë, për me fitu kënaqësinë tonë, ndërkaq që Allah i thotë ke rrejt sepse ti ke bërë që me thonë ai shumë i gjymërt, ai po jep ke shumë kështu me radhë, edhe përfundon në zjarr xhenemit, Allahu na ruaj. E treta është që më lut vazhdimisht Allahut të Madhërum, që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që më na mbrojt dhe më na ruaj prej shirkut. Edhe e katërta është me mësu veten që me bë edhe vepra të fshehta. S'ka nevojë që secilin adhurim, domethënë gjitha adhurimet, më kon që dikush e din për ndonjërin pe adhurimeve që i bë. Pra, mos me pas në jetën tënde asnjë vepër e mirë, vetë se dikush e din. Qysh ka mundësi, domethënë ashtu që ti asnjëherë mos me bëj asnjë vepër që nuk e din askush përveç teje dhe Allahut Madhërum. Në këtë formë ti edukon veten që mu pavarësu prej duartrokitjeve të njerëzve. Dikush që e bën secilën vepër në sytë e njerëzve, ai mësohet që me duartrokitjet e tyre. Në moment që nuk i nin këto duartrokitje, pra lavdatët e tyre, e lajkat e tyre kështu me radhë, atëherë ndihet diçka sikur s'bona kurrë. A duhet me eduku veten që me pas një raport shumë
të veçantë me Allahun e Madh. Që ti mi kujtu veprat që janë vetëm mes teje edhe Allahut të Madh. Njëra prej pengesa e dytë është epshet edhe pasionet e ndryshme, pra kur dëshirat bëhen pengesë që me fitu kënaqësinë e Allahut të Madh. Pra, kjo është një sprovë e madhe që sprovohet secili njeri. Njeriu në vetë natyrën e tij e ka egun e tij. I ka nevojat e tij me të cilat kënaqet. Qofshin këto përmes për shembull marrëdhënieve intime, apo për pasuri, apo për me pas famë, edhe gjanat e tjera, të cilat vetvete nuk janë të gabuara. Mirë po, bëhen të gabuara atëherë kur këto bëhen synimi kryesor në jetën tënde. Pra, dikush që është i dhënë mas pasurisë, kalon pasuria e bëhet idhulli i tij, bëhet zoti i tij, sepse qysh me arrit të pasuria, bën gjithçka, jetën e tij, ditën e tij, muajin e tij, muhabetin e tij, e ka vesh qysh me fitu do parë, qysh me shtu pasuri. Apo dikush që e ka famën, për shembull, qysh me bu emër, që është shqetësimi i tij më i madh. Apo dikush Allahu na ruaj, domethënë që është ka me mas grave shkon. Shkon edhe bën zina, vetëm për shkak që nuk mundet me kontrollu epshin e tij. Krejt këto janë ato gjëra të cilat njeriu domethënë e pengojnë në rrugën e tij apo synimin e tij të pastër që është me shpëtu prej zjarrit të xhenemit, edhe me fitu xhenetin, e që kjo arrihet duke fitu kënaqësinë e Allahut të Madh. Allahu thot në Kur'an: "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila?" Thot, ai ki pa atë që epshin e vet e ka marrë për Zot, a do kemi bën mbrojtësi tija? Domethënë, ka njerëz që Zot të tyre e kanë epshin, dëshirën e tyre, pasionin e tyre. Domethënë është i dhënë mas dëshirës së tij, saqë nuk ka mundësi asnjëherë domethënë me kon rahat në çfarë do adhurimi që e bën, sepse mendi ka gjithmonë aty. Edhe nëse falet, mendi ka gjithmonë te çajo epshi i tij të cilin nuk mundet me kontrollu. Dikush më thon, po çush na pengojnë epshet për me arrit të Allahut më. Pra, çush na e prishin neve që të hartë që janë të mundu me e kuptu epshet. E para, epshet e teprume e dobësojnë vullnetin për me u bindur Allahut më. Pra, dikush i cili është i dhënë mas epsheve, ai nuk ka mundësi pastaj me koncentru bindjen atë vëmendjen e tij që me u bindur Allahut të Madh. Për shembull, epshi, njeriu i cili është i dhënë mas ushqimit. Se dikush çaq epsh ka për ushqim, çaq e ka të rëndësishme, pastaj më nuk pyet a është halal, është haram. Apo ai që është i dhënë mas pijeve. Do të thonë, nuk i mjafton më çaj, por duhet më dalë edhe në alkool. Pra, epshi i tij e mund ato edhe në këtë formë korrupton si njeri. Në këtë krahasim merra pastaj me gjithçka tjetër. Për shembull, e përmendëm pasurinë disa herë. Pra ai i cili i krijohet në epsh me marr pasurinë që me fitu, më nuk e kqyr as korrupsion, është e vjedhme, s'është e vjedhme. Mos e intereson, e rëndësishme është çysh me u grumbullu, çysh me dal në llogarinë e tij pasuritë të cilat nuk i takojnë atij me të drejtë, apo edhe forma të tjera të cilat i përmendëm. Thot Allahu në Kur'an: "Laqad akhadna mithaqa bani Israila wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun." Thot ne kemi bënë një beslidhje, një marrëveshje me bijtë e Izraelit, edhe i kena çu shumë pejgamber. Mirë po, sa herë që i kena çu doni të dërguar me porosi, kur se ka pas qef, nuk u kon me përputhje me epshet e tyne, thot ose e kanë mohu ose e kanë myt. Kështu janë kon bani Izrael. E që kjo mendësi, që kjo logjikë është edhe sot. Domethënë, pse ka njerëz që luftojnë fen, për shkak që pyesëmon epshet e tyne. Pra, jo se feja po thot s'bën me pi, po unë çu unë jam mësuar me pi. Jo se feja po thot s'bën me shku mas grave tuaja, po unë s'po moj pa këto. Jo se feja po thot pasurinë duhet me këshur që shefitone, nuk bën kamata, nuk bën ajo, nuk bën unë s'muj kështu. S'bën pa rrejt, s'bën pa mashtru pak, unë s'muj kështu. Domethënë, epshi i tij është duke ndalu që ai me marr rrugën e duhur edhe me shpëtu prej zjarrit të xhenemit. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që me pas kujdes për kësaj pike dhe ka thënë: "Inna mimma akhsha alaykum shahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Thot, ndër gjërat që i friksoja më së shumti për juve janë epshet e humbjes që lidhen me barkun apo me pjesët intime dhe pështjedhimet apo kurthet e tekeve të pasimit të dëshirës. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka bëu me dije që epshet janë ato të cilat mundën me tërheq nga kjo rrugë, edhe pse ti e njeh që ekziston Zoti, edhe pse ti e din
kush është Zoti, madhështinë e tij kështu më. Edhe pse e din ti çu thot feje, edhe pse e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe mënyrën që ka manifestu fen, prapë janë epshet ato të cilat e tërheqin njeriu drejt asaj që nuk duhet. Madje epshet janë kon tek popujt edhe të mëhershëm, të cilat i kanë pengu prej namazit. E kanë lënë namazin, thot Allah i madhëm Kur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u s-salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya, pas atyre kanë ardhur brezni që e kanë braktis falen namazit edhe kanë ndjek epshet e veta, ata do të pasojnë dënim të madh. Pra, nuk është arsyetim, pra epshi. Pasimi i epshit nuk është arsyetim. Fatkeqësisht ka sot për shembull shumë herë trit, Allahu na ruaj, të cilat mësohen me shikimin haram. Pra shikojnë haram në telefonin e tyre, në kompjuterin e tyre, në rrugë kur dalin. Pra shikojnë haram, mbushin veten, e shfryjnë veten duke shiku haram. E kjo pastaj nuk ka mundësi aty në me lënë vend me një ambëlsinë e imanit. Nuk mundesh më kënaqsh me namaz ti kur i para namazit je kon duke kshur gjëra të fllishta, Allahu na ruaj. Pra për këtë arsye duhet të pas shumë kujdes që mos me robi epshit. Shumë dietar të mëhershëm kanë thënë mos ul me njerëz të rubruar nga epshet sepse ju infektojnë me errësirën e tyre. Mos rrimi që ata njerëz që janë rob të epsheve të tyre, sepse ata janë njerëz që jetojnë në errësirë. E neve kanë qef me na tërheq në këtë errësirë, Allahu na ruaj. Një pyetje që shtrohet këtu është e çush me mposhtë epshin? Por çush me mposhtë veten tënde, se kjo është një luftë e vazhdueshme. Njeriu gjithmonë lufton me veset e tij të këqija. Këtë për neve e kena ka një vesë ndoshta. Allahu e din. Pra, muj me pas veset e këqija. Edhe kjo është normale me pas veset e këqija. Po i mirë është ai i cili lufton që me përmirësu veten e vet. Sikurse dishim kon njerëz të pastër pas në gjuna, atëherë ishim kon bashkë me melaçe. Pra, padyshim që kena me pas gabime, kena me pas shqitje, kena me pas shkarje. Mirpo, ata të fitum janë ata që i njohin dobësitë e vetë dhe pastaj luftojnë që mi përmirësu. E çush muj me rregullu veten, e para duhet me kujtu shpërblimin e përmbajtjes edhe frikës nga Allahu i Madhëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush heq dorë nga diçka haram për hir të Allahut, Allahu ka më azavënsu me diçka më të mirë. Pra, nëse heq dorë për hir të Allahut të Madhëm, nuk ka mundësi që Allahu mos më të azavënsu me diçka më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë këtë premtim. E dyta është agjerimi dhe disiplinimi i vetes. Me disiplinën e veten, më kanë disiplinuar, pra me pas me veten tonë, me të brendshmën tonë, në far kontrolle me tregu kush është bosi, kush është shefi aty. Çfarë bën, çfarë s'bën. Agjerimi është një prej mënyrave shumë të mira që ti e disiplinon veten. I thu sot e hanës kimë hungër buk vetit. Deri në akşam s'ka buk. Pra bëhesh më i fortë me i thënë vetit jo. Në Ramazan i thu u krymë tash 30 ditë kena më agjeru. Është ky muhabet ka mbaru. Ku më shkuan ne knes më intereson domethënë me vetin, kjo është dialog me veten. Pra njëri që e bën që tregon vendosmëri. Unë jam i vendosur edhe unë e caktoj domethënë rrjedhën e jetës tëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka porositur trit. Ja thon kush ka mundësi për ju më martu, le të martohet. E kush s'ka mundësi atë le të agjerojmë qense kjo e mbron prej epshit. E treta është me u shpon të ndihmeve. Pra duhet me ik prej situatave që e nxisin epshin. Nëse e din që me një rrethon, për shembull, ata që kanë pi duhan, edhe pastaj kanë lënë duhanin, nuk duhet me nejt me duhan gjipra. Ata që kanë pi alkool, e kanë lënë alkoolin, nuk duhet me nejt me pi aneca. Ata që të kanë pi drogën, e kanë lënë drogën, nuk duhet me shku me nejt me drogagji. Pra mos e ekspozo veten që ti më u tundu pastaj me bo një gjuna të caktuar. Por largohu prej saj. Tjetër është me mbush zemrën me dashurinë për Allahun e Madhëm. Një zemër e mbushur me dashurinë për Allahun e Madhëm nuk ka vend për kërkon tjetër. Ajo zemër që e mbush tamam me dashuri për Allahun e Madhëm nuk ka vend për kërkon tjetër. Thot Ibn Kaimi Allahu mëshiraf, thot njeriu nuk e lën një diçka dashur, një diçka që e pëlqen, vetëm për një dashur më të lartë se ai. Pra diçka që i ke qef ti, s'mund më lën për vetëm me diçka që i ke qef hala më shumë. E thot ose prej frikës një të keqe nëse ndodh që me i dëmtu raportet me çdo që ti e don më shumë. Pra, për shembull, unë e kam shumë i aran Suhaibin. Në anën tjetër e kam i aran edhe Ilirin. Mirpo Suhaibin e kam më shumë. Nëse di që jarania me Ilirin e cenon raportin që kam unë me Suhaibin, normal që unë distancona prej Ilirit. Kjo e Allahut të takon shembulli më i lartë. Pra nëse në zemrën tënde ti e don Allahun çaq shumë, atëherë gjithçka që mundet me cenu që dashuri, ti largohesh prej saj. Për këtë arsye, mënyra më e mirë për më mbrojtë për gjunave është duke ushqyer veten me dashuri për Allahun e Madhëm. Tjetra është shoqëria e mirë dhe këshilla. Pra,
nëse rinë me një rreth, cilët janë të përkushtuar në fenë e tyre, nuk i ik namazi, janë të rregull në xhami, janë të rregull në dhikr që e bojnë, janë të rregull në derse, janë të rregull me adhurime të ndryshme, me lexim të Kuranit, me agjerime vullnetare, kështu me radhë, nuk ka mundësi ti tunejt me ta, e ti më kanë moda e kalbun aty, apo njeri i keq, apo me vazhdu me epshe, me urrethu me shoqëri. Edhe kundërta. Nëse je më i miri prej njerëzve, edhe shoqërohesh gjithmonë me njerëz të këqij, dal ka me ndiku ajo sjellja e tyre që me të prish ty. Nëse kur gjë tjetër, veç mendimi që ti je më i mirë se ata, pra mendimi i vetpëlqimit për vete, është boll si zarar. Ndërkohë që nëse rrin me njerëz që janë më të mirë se ti, veç mendimi që ti ke nevojë më u përmirësu, është dobi e mjaftueshme e lemo që ka edhe dobi të shumta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, njeriu është në fenë e shokut vet, prandaj le të shikon secili me kon po shoqërohet. Edhe gjithashtu Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me to, thotë, i fortë nuk është ai që i mund tjerët mundje, mirë po është ai që e mposht veten kur zemërohet, që na tregon neve ai që e mban veten atëherë kur ka qejf me bë diçka. Pra, në rrethanat kur ti dhënon dikush, kur të nervozon, qefi jote është që me shpërthy. Ama nëse ke mundësi me majt veten, çatëherë je i fortë mbas të në fjalë që i transmeton i transmeton Buhariu. Edhe fundit po mundona me kalu shumë shpejt me qenë se edhe veç na ka kalu koha, është ndikimi i shoqërisë që e përmendëm pak edhe presioni social. Pra ndikimi i shoqërisë që kena të qartë, atëherë kur jemi në shoqëri të keqe, gjasa që ti më koni mirë janë të vogla. Ti mundesh më koni mirë, ama me qëndruj mirë, me rujt veten janë shumë vogla. Ajo pjesa tjetër është presioni social apo shoqëror. Pra na po jetojmë këtë vend ku po jetojmë. Edhe është normale që me ndi një farë presioni, a mos bën më dërzuar ti presioni. Pa çka kon fjalën? Për shembull, në shkollë, kur shkon në shkollë fillore, në shkollë të mesme, për shembull, është njëra prej standardeve që duhet me festu ditëlindjen bashkë. Pastaj sa më i madh që është fëmiu, pra fëmiu është shkollë fillore, pastaj bëhet i ri, ç'është problemet më të mëdha dalin. Se ajo parti apo festa që bëhet për ditëlindje, pastaj nuk është vetë festimi i ditëlindjes që është çështjen veti, por gjërat që ndodhin në çat festim të ditëlindjes janë shumë të mëdha. Tash ti nëse distancohesh e krejt shkojnë, domethënë ti nihesh shumë keq. Ç'ka është ai presioni social për cilin jam të fol. E duhet më mbrojt edhe për kësaj, për këtë arsye duhet me ditë që shumica e njerëzve të mirë në periudha të ndryshme janë gjithmonë pakicë. Në Koran gjithmonë kur flitet për shumicën, flitet në aspekte negativ. Kur flitet për njerëz të shpëtuar, për xhenet lit, flitet për pakicën. Thot Allah imam në Kur'an, wa in tutiu akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Thot nëse i bindesh shumicës së njerëzve që gjenden në tokë, ata do të shmangin nga rruga e Allahut. Ata ndjekin vetëm hamendjet, edhe ata vetëm gënjejnë. Pra, shumica nuk është asnjëherë argument për saksinë e diçkaje. Përkundrazi, domethënë, me një shoqëri ku na jemi, pse më kon shoqëria islame është ndryshe. Është ligji islam, është domethënë tjetër mohabet. Mirë, shoqëria ku jemi, nëse shumica është diku këtyre, domethënë, që atëherë bash analizojmë më shumë. Nuk është kjo që na më rebelu me dal kundër, nuk është ky qëllimi, por është që mos më ra viktime presione social. Pse po e bojnë krejt, e boj edhe unë. Nuk arsyetohet diçka, një haram nuk bëhet halal nëse e bojnë krejt. Alkool, për shembull, tashmë janë nisë me pi, edhe në Arabi Saudite, edhe në Egjipt, edhe në Turqi, edhe në këtë botën, a jetë haram prap. Namazin me elon krejt, këtë banorët e tokës, prap me të obligim. Pra fakti që e bën shumica diçka, nuk duhet me të dallashit ty atë peshorën apo matjen e saktë apo analizën e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Islami ka filluar si diçka e çuditshëm, edhe ka më kthyer si diçka i huaj apo i çuditshëm, edhe thotë prandaj përgëzime për ata që jesin të huaj. Prandaj kur diçka e gabum paraqitet si normale, kudo, edhe kur do, zemra nganjëherë, domethënë edhe ngadal fillon që me humb dëshmërinë. E na duhet me nejt të gatshëm edhe me u vedisu. Qysh me rujt këto, domethënë me urujt për kësaj është prap shoqërinë e ngushtë na kena mundësi me zgjedh vet. Na kena mundësi njerëz që na i njohim, ti smush me zgjedh familjen, çato që i ke duhesh me respektuar, mundu me ndresh raportet edhe me rujt, me mundu me eduku, sa mush me ndiku kështu më radh. Mirë, por shoqërinë ti e zgjedh. Shokun ton ti e zgjedh. Prandaj mundohu që mi zgjedh shokët e mirë, mënyrë që bashkarisht me i bë ball kësaj sfide. E dyta është mos më kompleksu prej talljeve dhe paragjykimeve që i bojnë tjerë. Pra,
sot për një men këtë botë neve na tallin jo besimtar. Atë para pa mbetur, atë Taliban, ashtu, kështu gjithë shka të punë e madhe. Ama në ditën e gjykimit, na kena më konë ata që kena me i pa ata me përbuzje dhe me tallje. Allah thoya regjistron në Kur'an në surën Mutafifin, po më qenë se kena zgat pak nuk pi lexoj ajetet, po janë ajetet 29-35. Me u mundu që mu arsimu edhe me mujt me argumentu bindshëm. Shumë herë ka dikush thot për shembull, po pse po shkon në xhami, se s'ka dert. Hajt, në herë falë, në herë mos e falë, punë e madhe. Nuk e ka me të keq, po nuk e di. Ti edukohu që mi kallzu aty çush është, edhe bënë këtë me butësi, sepse kur të bën me butësi është më e afër që ai me pranu. Edhe e fundit që du me përmend për këtë ders është që me lut Allahun gjithmonë për qëndrueshmëri. Sepse qëndrueshmëria është gjëja e madhe. Letë është me kone një periudhë për jetës tonë me dhënë atë maksimumin. Janë një javë më kanë muslimani fort, ose janë një muaj më kanë muslimani fort, edhe pastaj me kry misionin. Mirë po me kone qëndrueshëm me mbaj gjatë gjithë kohës, kjo është e vështirë, nuk është e lehtë. Shumë njerëz të mëdhej, të cilat i kanë pa njerëz të tjerë, i kanë vlerësuar si të mëdhej apo i kanë emëruar si të mëdhej, kanë rrah prej këtij provimi, e lutë Allahun që më dhënë qëndrueshmëri për aq kohë e gjallë, në mënyrë që më shpëtu. Atëherë, meqense kena bëu si rregull me themi, disa porosi për fund, çush më zbatu praktikisht këtë mësim që e morëm. E para është më bëni kontroll të plot veprimeve, bindjeve tona, mos kena shirk të vogël të fshehur. Pse na ty bu gjëra që na duke i bu, adhurime që na duke i bu, fjalë që na duke i thon, pak a shumë për ditëshmërinë ton, me analizu pak. Pra me mujt me analizu, me këshur, mos ka diku mos nuk ka përvjedh ndonjë shirk, edhe me urujt prej saj. Edhe dyta, me bëni plan, do të thënë, çysh me kon ndikues e jo të ndikuar. Pra na them që kena një farë presioni social këtu. Sepse janë bërë disa rregulla, të cilat nuk janë çashtu, po shoqëria i bën. Pajtohen krejt janë çashtu edhe u kry. Më mundu dhe më thënë prej pozicionit ku je, për rrethit ku je, që është më kënë ti ai që ndikon, e jo ai që ndikosh. Pa tjetër që secili për neve ndikojmë për vendit dhe për rrethanave dhe për njerëzve, edhe kjo është normale. Ama më mundu që atë pjesën e ndikimit më kënë prej anës tonë më e madhe se sa prej të tjerve. Kjo është e gjitha për këtë ders. Allahu na lehtësoft me mbaru pjesën tjetër. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, walhamdulillahi rabbil alamin.